do ta marrim tanksin ke shtëpiare? Aha. Mirupafshim. Miratësi. Çka punon ti o shok? Në punës. Ekonomist kontabël. Aha, thash mas je profesor në universitet, se e kam djalin dekan. Nduë për kole, i thonë. Ajnje. E njo. Pas ka marrë mallit tulltoj. Ua, çfarë bore. Po tek sondat bie kaq shumë? Bie. Mos e hiq vëmendjen. Një tjeta. A u lodhe? Ka pak. Si është rruga sipër? Në qafën e lakut ka shumë të borë. Zor se kaloj. Ashtu, e? Faleminderit. Ai rrugë mba. Hiç mos u mërzitni. Bora ka punë saj në tonë. Po ta shohim kej sot po bëjmë në përmiq.
Çfarë ke? Ajo. Thash se nuk ja dhash qelçin e sirtarit tavolinës shefit. E po! Ha, Hajde, miru pafshim. miru pafshim inxhinier. Të këtë hapur dyqanin? Hapur është, hapur. Hajde me një djalë, inxhinier. Me një djalë, inxhinier. Faleminderit. E bleve? E bleva. Sa nori bukur të paskara. Po përso skuqe kështu me nuse ime e mirë. Sa e skuqur edhe ti. Dale mos e prit pa mas. Destan, e të pim një kafe. A, për kafe jo. Po, hajde mërë burë. Mos më nguc, inxhinier. Ti e di se më vjezor prej mësuses. Kafen do ta pim herë tjetër me raki. Na, me ty mbahet kjo. E kishte sjell posta dje në qytet, harova ta jap më parë. Se që shkruan aty si për instituti? Instituti kërkimeve. E, po nga instituti kërkimeve ke pra. Mirë thonë se shkenca të vjen e ëmbël. Shëndet të bëft çka lexon e çka punon për ne. Me të mira, inxhinier. Me të mira, Destan. Pritë Destan Luzi. Pam, pam, pam. Mërkunzi ton kështu mor shejtan. Tek gjikoja. Ah, rok edhe për mua, sot se kam parë. Po shkoj të ngre. Të betojmë që do të ngre babushin dhe kse rradhe. Plaku gjiko, a je gati? Ka marrë me të marrë. Me marrë? A ku që e ti marrë? Jam vdekja! Shka maj bushter, nuk ke dhamë në kafshash. Heja mare bata, heja mare viran. Plak, gjurgjumak. Që në ka zverdhur plaku i pyllin. Hape dritaren, është rënuar ajrë i dhëmës. Po ti do të ngrish pastaj? Njerë ju i smut ka nevoj për ajrë të paster, nërsa ju që ka vdek nuk ka me ftoft. Unë jam anaj fort. Kur s'trëm me plaku gjiko? Nuk vdiq, por është gjallë. Teatr përgjigje Viranit nuk jep veç se me pallë. A je i knaqur babush. S'ma kujton në babush. Të ka këput madhe, ja? Mbrëm në ndër mu duk si kur kishte ardhur nga Pogradeci, po më thoshte. Hiqi qizmat birë. Hiqi se të ka sjell nëna çorapet e leshit. Po kam çorap e leshi, thash. Edhe gozhup kam. E ti mor birë, ti. Po këto të mbajnë më ngrohtë se ti ka punuar nëna. Që di. Pse s'ka ba dhe ty si veten qanem? Unë ishte më bënde babush, po si shduket unë zitua dhe më nëzori ca të shkurtër. Hajt, ti e ke shpirtin e malë, të pas të babushi. Si e ke syrin sot? Top, sot ma mirë se dje.
Nesër ma mirë se sot. Me përfaqësues do ta marrësh darkën babush? Ja, do të ngrihem vetë me vonë. E po toka këtu. Do të qijemi atëherë. Orti, harrove të me lishderën. Ta holla Gjiko, 100 pikë për mua. Dritaren edhe mundesh, po derës durohet e hapur për shumë kohë, kështu që do ngrihesh patjetër. Po shpeshet bora, farmacist. Po, vërtet, rënë po vjetë. Bushe. Sa shpejt filloj si vjetë? Sonte që nge shumë i ftohtë. Edhe ti sonte nuk hake shaka fare. Dukesh kur je me miza. Tek dyshi jemi afër nivelit, po kemi rënë në shkëm të fortë. Prap? Prap. Litu. Makinë e vogël do t'jetë. Litua me siguri. Vetëm ati i rajnë dritat kaq larg. Nuk e di do ma ketë kryer porosin time. Solla kokën e ri. I vën vizë pilafit për sonte. Tunja tjeta. Miru ngrysët. Çfarë porosi i ke dhënë Bexhet? Kam porosit për gjatë sash me timta. Oj, po këta? Mirë mbrëma. Mirë se erdhe. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë se erdhe. Mirë mbrëma. Tunja tjeta. Ha më lita, u lodhe? Jo shumë. Plotë çkazani. Ashtu ë. Sa ngrohtë që ka këtu luk. Zekie, o Zekie, hajde pra, moj, mos janë të shëndetësisë ata? Ja, ajo gruja joje. E pse jojo? Nuk e ka vështrimin si ato të shëndetësisë. Sa e misi që nga? Si to bore. Ishte hera e parë që vinin kaq thellë. Sa shumë përshtypje u bëri Bora. U kënaqem më. Hajde gëzuar. Po tjetër. Tjetër? Asgjë. Burri punonte në ndërmarrje, por më tha se qarkullonte. Ishte saktuar këtu në rrethin tonë, në qytet. Kurse ajo vështronte nga dritarja dhe më pyeste se çfarë lulesh dimrore ka pylli lakut. Çfarë bënin ketrat tani që binte Bor? Dhe unë i thash se ketrat e lënë të bjerë. Ajo qeshi dhe zuri të këndonte. Kish një zë shumë të bukur. Është mësuese.
Të lutem 1 minutë. Urdhëro. Merr diçka. Faleminderit, kam bërë. Pi një verë të paktën, u lodha sot me ne. Edhe verën e kam pirë. Barotin? Faleminderit shumë. Ja dhe sashme. Shumë faleminderit. Ke ke tepër ekonomik. Si bësh? Vën ma dorën e parzën, Lama do të qahet. Urdhëro babush. Urti! Laku vdic, e futen thes. Thesi se mori. E futen dhe u nëzori. E hodhen zjarë, e prapun gjallë. Plak më thonë, por plak nuk jam. Aman, 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 aman. Po qeshte? Qeshte dhe? Ha, 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 Jam ma mirë t'je ma. Nuk dorova me e marrë darken prap me përfasus. Rofti jetë gjati! Bëgjet, një kos, edhe një su. Urse të tretën, e kam vetë. Evo, po pas kemi miqë bre. He po, me kam të marrë. Janë utarë, bre Gjigo. Anin bre, aj prep, miqë janë. Son të ngrit nga shtrati. E kemi pasur smur babushin. Me se merret. Është shargji mbaruar. Kurse tani ka shkret me mësu drujt me hec. Si me ec? Po ja, don me ndërtu një luk e me lishu landën me rëshqitje. Ruaj e vetëm babush se prap do të thosh, e? Pas ki dert, nuk ftohem. Unë ashtë mas rrish duar kryq, se atëherë të ftohet zemra. Amar, ashtë e vërtet. Unë zemrën e kam shnash. Kur të hanë duart për punë pleqeri, tjerë zemrat pushan vonë. Po kjo, ha? Ashtë e vërtet. Sa shkoj orën? Të flemi, jemi të lollur. Si të duash? Të paguajmë, pak. Për venen nuk do të paguani. Zere se piva një gotë me ju. A ju kemi të largët, apo jo? Faleminderit. Faleminderit atyre. Si Faleminderit. do bëjmë për nesër? Do ikim shpejt. Me këtë kohë? Kjo që në takoj. Nesër po zgjojmë shpejt. E po natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Pas terena të thella. Të gjënë që ti? Si që shë? Ma, qëto ta infermierja me sëgjë? Është ndihmës mjeke, farmacist. Një loj është. Edhe ajo të bën shosh me gjitara. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. O, mirë mbrëma, inxhinier, mirë mbrëma, po ti ka qëvonë? Erdhe të marrë një shishe ujkline për me litë. Thuaj që erdhëm dalim bashkë. Po mirë ngryshe kështu, më? Pyeta më mirë për studimin, po jeci ka lemi shëndosh, dakord shkencëtari ynë. Duhen shtuar ritmet e punimeve, bako. Ndryshe nuk jemi mirë. Po. Plaç! Plaç, paç. Sonte kemi miq. Natën e mirë. Pala me litës e me një djalë. Faleminderit, natë e mirë. Hajde, atë mirë. Natën e mirë. Luk po fle? Më djegin grykët. Edhe gjumi si kur më iku. Sa njerëz të mirë. Më pëlqen entuziazmi yt tonik.
Atë të them diçka. E di cila do t'jetë gjë e parë që do të bëjmë bashkë në shtëpinë e re? Çfarë? Do dalim të blejmë bashkë në për dyqane. Do mbushim çantën plot dhe do ta mbajmë bashkë. Sa qef kam të të shkoj një herë kështu. Përse s'ma ke kërkuar këtë gjë në Tiranë? Ndoshta nga që isha mësuar të shikoja gjithmonë me çantën e zyrës. Edhe në shtëpi ti kishe punë. Çudi. Si këndojnë këto shpend të kuvlis. Ndoshta është ndonjë shpend pylli për mbi çatin. Po sikur nesër të bjerë prapë borë. Çfarë? Ke frikë se bllokohet rruga? Jo, kot tash. Kot. Jo, nuk fola. Flem po deshe. Flem. Ne salimi për rrugë. Dy bllokime të vogla, por na morën kohë. Në shtresat forte gjithçka mund të ndodhë. Po sikur gjatë kësaj kohe. Punë metrash ka ngelur. Qafë time, po nuk i hëngrëm ato shtresat forte. Mirë, po kujdes dëmbët ama. Burat e martum duhet me i gjobit kur bredhin natën. Por fajin e ka i beqari. E di unë, e di. Kam dalë të kërkoj nuset e stanë. Aj, natë e mirë. Natë e mirë. Natë e mirë. Natë e mirë. Natë e mirë, Ylli. Qka të bashkë, pra? Nuk është e thanë, se ty destani kishte me të mbath edhe këpuc. Kush jeni ju atje? Besa jam, Besa. A me gjitësi në Jonuzit ja? Po. Për ku kështu, moj doktoresh? Bakushja ka therë kamën me gosht e stallat e reja. Për i gosht po shkoket mes nata? Shko, Allah dhe pa që bukën. Natën e mirë. Haj, natën e mirë. Shënje si ka rënë ky batoja. Apo si janë të squta këto me dy palësy. Shkojmë, Kiki. Do nisemi? Mirëmëngjes. Më fal. Mirëmëngjes. Kam defekt. Nuk më thith pombaçia, janë shpuar shojet. Vonon të rregullohet? Besa duhet shkoj deri në qytet sa të marr një palë tjera. Nuk është në gjë e madhe. 13 kilometra janë. Para gjë? Punën e bën të madhe ama. Do më thënë metëm. Shkojmë bashkë në këmbë. Si thua? Nuk jam gdhirë mirë. Pastaj kam edhe hallin e Donikës. Po pres në i makinë tjetër. Si duash, po zorë se vjen në i makinë tjetër sot këtej. Ligje, vjen në i makinë për në qytes? Po pse ju prish atje? Ju prish. Po... Ja, kush e di? Se çfarë ka makinë e Litos? Ju prish.
Si shduket do të ndrojmë këtu sot. Pse për të njerë këtu kemi ardhur? Unë nuk kam parë kur të bjerë kaq shumë borë. Dikur në këtë kohë në kopshin tim unë mbledh nga hurmat e mbetura në përdek. Lerë tani. Lerë t'i hadi ka flita si njeri. Këtu nuk erdhen për romantikën e borës. Muzun fit djallë e mori. Alo. Qyteza. Të lutem pak tjera. Që jap numrin. Si? Shnet paq. Çfarë thot? Po flet minjera. Bela, ja që mbetëm. Që të bëjmë? Po shah, ka këtu në klub. Ka, po nuk di? Të lozim një domino. A ke qef të dalim për gja? Për gja? Ta shtë të lvizin leporet, kam një qiftet mjën. Sa qeve kam pas gjahun. Edhe mund të dilni. Që doja miftorë. Po s'ka këtu në sektor në një shajs të fort? Po e shkenstari që të thanë. Shkenstarin? Që pas ardhur këtu e shkenstari, apo kuptohet, për punë ka ardhur? Jo, marë po është inxinjeri jënë. Mbaj pak të lukë. Dërgohë në një batanie lartë po pate. Po si? Le tjetë një herë. Ditën e mirë. A, ditën e mirë, miru pash. Po mërzite. Bora është e bukur, ka romantik, poezi. Vështirësi, mërzi. Këtë deshet thuash. Tamam. Kurse ti po të njëjtin avaz. Megjithatë unë nuk mendoj që jeta këtu është kaq e lehtë. Po çfarë mendon atëherë? Si të them, ti gjithmonë më ke quajtur romantike. Çfarë mendon Donik? Më kujtua borsa e nanës. Të kujtohet? Vjetë kura borë e mbushëm e ujtë të nxehtë dhe e morëm në shtratësit duke qeshur. Në ambjente të tilla njeriu bëhet më i fortë. Trak, trak, trak. Dëgjon? Sikur diçka e madhe vrapon. Jam punëtorët. Shargjit do jenë. Në gjënë. Ha? Po dëgjoj, marë, po dëgjoj. Të kam e të pengë që nuk e ule lugun të rruga makines pas në bora. Ta mama ashtu ashtë, por po të thamë se kam me ullë pa u shkri bora. Zore ke. Zore bull, veç se... Prit se vjen nipi im për e shkollë dhe të nimon. Prej nipi jëtë mësën Tiranë për muzikë, o ala manuga.
Po. Si. E paranoj. Fillimi është i vështirë. Po ja, e zem se ka kaluar ca kohë dhe ne jemi mësuar në qytet. Në drejt marroj punë në zyrë, kthehem në shtëpi, pastaj. Po ti e dimër dhe të kërkosh sallat me domate, këte nuk besoj ta gjejmë. Ja hëngrën dhe drekën me ironinë tënde. Po unë nuk e kisha këtu. Mësuesi gjithmonë mund të bëhet diçka dhe mas mësimit. Edhe në minier mund të bësh diçka. Dakor. Po ne jemi ndryshe. Unë kam nevojë për literaturë, për konsulta, për kontakte me njerëzit e shkencës. Apo edhe këtu është një inxhinier tjetër si shkencëtar. Mund ta quajë shkencëtar masi lexon libra. Si mendon? Për çfarë? Ja, për këto që po bisedojmë. Ku di unë? Po ja, a inxhinieri që zbulon mineral, ndoshta e ka gjetur edhe sekretin për të qenë i lumtur. Apo romantike, poetike. Entuziaste. Simpatike. Optimizmi e bën të bukur njeriu. Megjithatë, nuk duhet të marrë kaq lehtë. Hajde me shëndet. Hajde me shëndet. Me shëndet. Me shëndet e me kam të marë. Mirë se ardh. Punë të mbar. Këtu do të rojmë edhe për pishat e lugut. Oho, qiko që po dhani, po derën të janë pas ka vajtur nami lugut tënda. Rrim mëreti, se mos është vetëm lugu im. Po kush ta marr birë? Shoferi i gazit. Po si. Litua në ka ndihmuar shumë në këtë verë. Edhe ylli i gjeologjist në ka ba disa esape me kalem. Po pse s'tua se qenë nga si punë shpike? Shpike, jo gjanem, por është ma mirë me shku trupat të makina, se sa me ardh makina e traktori me naftë të trupat. Pufa la manuga, pufa! A mos e njifsha njat kasajel. Pufa la manuga, pufa! Po me kja është marrë? Me baton. A i njihni të gjeologjisë? Pa çfarë djelmsh, qifti nuk ja gjanë. Provoj edhe njëherë.
kura janë, se mos pyesin. Do t'i bëjmë ne të pyesin. Nisi me bab. Kujtet, shërboje. Kalma, kom aseliruat. Edhe pak, edhe pak. Shiko, i pasarat teshat borë inxinjerit. Orti. Urdhroni brenda. Shko për burse dhe inxinjerit do t'i bëhet qefi. Kur na shkon miku tek praku i shtëpis, e s'na lën për një kafe, nuk na vjen mirë. Shko, shko. Miru pafshim, pra. Miru pafshim. Hajtë miru pafshim. A mos ka ardhë në vend të Hasan Meti që shkoj zavend s'minisa? Kush e di? Besa bori miru duka. Nuk të kanë pyetur kot për adresën. Nxënësi do të shkruajnë patjetër. Këtu janë? Po. Djali një shargjiu ka vajtur ushtar dhe prap më shkruan letra. E kam patur nxënës para 4 vjetësh. Se si më vinte kur unë kam qarë pëshe orësi. Më thanë që po merrni me një studim. Ashtu nga pak. Kam kohë që po studioj shtresimin e mineralit. Mirë se na erdhët. Mirë se u gjetë. Mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm. Mirë se u gjetëm. Samir, mua më ka munguar koha për studime. Ua kam zili inxhinier. Ç'është ajo fjalë? Po mëso këni frëngjisht? Përpiqem. Po pijen edhe nga një gotë. Por jashtë bën ftohet. E ftohet bën vërtet, faleminderit. Dhe në një makinë s'po na duket. Po zakonisht në dimër makinat kalojnë nga laku. Kurse rruga jonë edhe bllokohet ndonjë ditë. Po pastaj e çelim me traktor. Bllokohet? Po sikur gjatë kësaj kohe të ndodh një plasje e stomakut, një apendisit, apo një... Sa mirë bot që vajtët nga pylli shargjime. Atje më pëlqen edhe mua. Na falni. Po pse shpejt? Rini dhe pak. Na falni, ndoshta erdhëm në një kohë të papërshtatshme. Jo, as pak. Po jo përcjell. Sapo na është bllokuar në një son edhe Ditën e mirë. Ditën e mirë. Mirupafsh, mirupafsh. Mirë. Sketi. Një tjetër inxhinier.
Me të mirë atë stan. Më falni. Nuk i kisha vënë re që gruaja juaj është atë zënë. Për këtë t'ju fal. Jo. Për rrugën. Për stomakun. Ja për gjitha këto që thash. S'ka gjë. Rruga nuk blokohet nga fjalët, po nga dëbora. Ne këtë e dim. Fëmijët e dimrit këtë e linë në dëbor. Po është dhe mamia fshatit. Do më thoni një gjë sinqerisht. Mërziteni në këtë sektor? Si u bë puna e sondës, inxhinier? Shoje më son. Do të zblokojmë, besoj. A një tjeta pra? A një tjeta. Jetojmë. Nuk u apsova emrin. Luk. Jetojmë, Luk. E nuk jetojmë keq. Punojmë shumë, pastaj dhe qeshim shumë. Po ka raste që edhe mërzitemi. Si që mërziten njerëzit nga ndonjëherë kudo. Po, këtu ca më tepër, natyrisht. Që të më pyesni për këtë erdhe tek unë? Edhe për këtë. Dua t'jemi sinqert. Përse që diteni? Se para një qasti më tha se më kishit zili. Si ta kuptoj këtë? Ktheu një ylli. Ndoshta pa dashur u shqetësuam. Jo, s'ka gjë. Do kemi rast të vim në qytet. Atje ka dhe shkollë të mesme, ka dhe spital. Do të shihni të gjitha vetë. Mirupafshim. Ua kam zili inxhinier. Sinqerisht. Veç se nuk qenë ka kaq lehtë. Alo? Kush jeni? Ti e Bato? Ç'kemi? Blokuar? Po s'po e marr vesh sonda apo ti? Alo? Të dy? Ore, po pse i ka qiutuar? Po pres. Mirë, prit. Pesa. E ti s'isht? Bato. Alo, Bato? Po tash ti ku është? Prap, minator. Në mënyrën e mëparshme? Jo, ka vajtur një minier të re, gurin e kuq. Ha pra? Unë thashe nuk do të ngecesh ma. As flet në vendin tim, o sekretar. Ti i di të gjitha. I di, mor, Bato, i di. Edhe shokët njohin mirë. Baba yt ka 20 vjet minator. Por ka rregulla. Këtu nuk është si në dhomë, apo jo? Kuptoj gjanëm, por... Mos ta nguci bre djalin. Ti dal turpi një herë. Në lanë shurdh. Sa gjate pas kanë pas këtë mbledhje? Kanë punë thella djent. Ha? Si duket ky madam? Erini, apo lodhesh? Hej, mirë sërç. Ka mundësi nga dita në ditë presin. Si duket? Thonë se po bjen në shtresat pasura. Sant frymën. Si nuk e leket helm. Ta tre janë pa bereqet. Këte je pje inxinjerit.
Po kjo? Për haj kjoft. He more. Bato e u pranua kandidat partije. Hej, lumt! Po unë kujtova se gjetën gjallë ata sondës dy. Në i ditë kanë me ta marrat push, ta dish. Jo bre, se kjo virane nuk është ba veç me vra njerës, por edhe me i gëzuar. Hajdeni. Lumë djali, 5 raki. 5 raki. 5 raki? Për baton. Merre. Nga një plak mund të pranosh pa frikë vërata. Batë mbarë dhe më nderë, Bato. Gëzuar. Merë komunisti pa gjithmonë, mare birë. Më nderë ma është atë emen. Më nderë nëzime, Bato. Gëzuar. Sa metër keni shpuar 24 orët e fundit? Njerët janë kthyer metër në centimetra. Ketë drejtë se të kara luka në mjaltë, prandaj. A me të vërtet me lanat push inxhinier? Po shu bëj gjë në këtë turn? Të shohim. Ndoshta kushton shumë. Ka njëherë kushton më shtrejt koha e humbur. Ju e dini më mirë një. Si do qoftë e vendosim nesër në mëngjes. Unë po ngrim se... Shko një, shko! Se ke lënë vetëm me litën. Na falni edhe ne. Natën e mirë. Natën e mirë gjithë. Ha natën e mirë. 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 Martë. Pse nuk fle? Nuk më zë gjumi. Unë e di se çfarë mendon. Sepse edhe ti aty e ke mendin.
Mirëmëngjes. Pyeten nga qyteza për ju. Çfarë thon? Po ju prisnin. Por linja bënte shumë zhurmë, prandaj nuk u morën vesh me tej. Me gjithë të erë të marrë. Prita se mos ngjitesh e lartë. Do ngishe lecuar me muhabet. Ke hak, po nuk u kujtova. Të sjell aspirina. Tani piva. I kam të gjitha me vete. Të sjell nim smjekën atëherë. Jo. Do ngrihem se u mërzita. Presim gjerë nesër. Mas e bëha më mirë. Ja, edhe ne do ngrihemi tani. Miralshi. Mirë gjeshim. Shnet. Faleminderit. A ka shargjim për jashtë? Nuk besoj. Vetëm plaku gjeku nuk është kthyer ne. Edhe Bato me Markun më thanë se kanë shkuar tek një sonde largët. Po sonde më mërmendja se nuk do të kthehen. Me qera frën e me i nga lindjedhi, nga ana tjetër e shkrepitjonit nuk duhet frëj ka qëmë. Ka dhe dësa ditë. Frëj, dalshin, bulshin, dalshin. Më fort, Mark! Burra, forza! Studia! Dai! Bene! Divisi! Fortuna! Vai nel Che militari! E colpo! Stai di kamët! Ashtu! Edhe pak! Jepi! Për një! Bato! Bato! Me kujdes Ylli. Mbaj kokën. He Bato. Një makinë për në qytes. Do të shkoni? Makinë? Nesër po pat mundësi. Si të doni.
Në një ditë si kjo, njerëzit një si farë, vetëmi. Mirë që jemi bashkë, Dominik. Ku vajt jem gjeti këtë plevit? Ndoshta e ke rruf, Luk. Ma ka rrufa, djallë qoftë. Rëndësi ka që nuk e njej vetën mjen. Dhe kur smun është larë shtëpis, smunja të duke gjithmonë më rëndë. Sot ka rrezik të mbytet kapitani. Jetë gjatë do të kthehet shnosh e mirë allëmën. Mundet. Veç se kjo stuia sot me të zefrëmën. Pasionet e forta shpesh mbartin me vete një fat tragjik. Mirë thot populli që i uthulla fort për ishenën e vetë. Kam dëgjuar se edhe Belini ka vdekur mi pian. E që hynë këtu Belini? Ashtu vërtet. Dëgjorti, kam 39 vjetë shargji, po kur s'mund të them se puna të thujnë brit si u fla fort enën e vetë. Dëgjoni këtu. Mos më thëngjin alla manuga, po nuk e gjeta babushin sonte. Vetëm unë e di si që pjallë me një ati. Si janë këto ernat? Këtu mas shkrepi gjonit kur nuk frënat shumë. Heo, dhanë matë mirë, nuk ka ku bahet lugu për lanën e qafkeqës. Qeth këtë pjersin, lana do të shkoj vetë fjoll, mora gjiko që pavani. Mora i bardhë, bash ashtu do të shkoj. Gaspaq mora gjiko. Por në ndër të familjes, ky dëzhur një elektrikut nuk është në vete. Ka marrë bukë? Ku që blokua pusive që? Batma është vrar pak. Jo, more? Asgjë nuk ka, pa që dhe është, pa që dhe. Po mirë, babushi nuk është këthyre nde? O një tjetën e juve. Mirë unë ngrysit? Mirë, faleminderit. Na falni neve sonde, kemi humur pak pusullën. Jo, mos ka. Dhe mund na shpëtoj dhe ndonjë fjalë se elbete. Farmacist mbushe këtë e duam me çaj për batën. A u vjen kesh për të lë pak vetën? U që blokua, e? Së blokua! E u lumë! Një çokoladë farmacist. Miru pafshim. Nuk bën bashkuar një vrap gjatë e këbatën. Shko, shko. Shpatësi. Mirë thonë që nga një herë vjeta varet nga një qime floku. Mos u mërziti se nuk do të bëno. Shko dhe ti, shko. Mund të kenë ndonjë nevojë për ty. Dale bëgjet se do vitëm. Merë patën time, se do ftohesh. Jo, nuk kam ftot. Atëherë i bëni të fala nga unë ati teknikut. I thoni që edhe Luka pati qef të vinte, por nuk e njën të vetën mirë. Mos u bën marrë, do t'ja themi të gjitha. Krumuj sonde, po e kemi humur ca fiqirin. Po ti urdhro ullu, Donika, urdhro. Bato, je më mirë, Bato. Jam në formë, farmacist. Si e bata? Faleminderit, Donik. Pse e mora rrugën e për të borë? Më thanë që Luka nuk ka qenë mirë sot. Le ta shoh Besa një herë. Po, mirë. A i dësh të vinte vetë, por... Plaku vpic, e futën në fes. Thej si se mori. Jetojmë, Luk. Dhe nuk jetojmë keq. O qeshni brate. Punojmë shumë, pastaj edhe qeshim shumë. Po ka raste që edhe mërzitën. Si që mërzitën njerëzit nga ndonjëherë kudo. Vërtet. Vërtet. Si s'pushoj kjo malkume,
Shti bëj gjurit unë cep. Mos erdi plaku Gjiko. Pufa dhe manuga! Pes me isë dhe manuga! Për nërtë familjes, kjo lëmani shkon e vjen dhe në fund sektorit, pastaj bën bedhe rufe se do t'a gjej plakun Gjiko. Si t'nolli, Bato? Në mënyrë habitore, farmacist. Sa të hapisha në mbyllë shqip. Tak, fak. Hajde në gjinë. Mirë brama. Ashtu është në gjinë, këtë drejt. E shkenëm pak regulorën, sot. Urdoj gjinë, ullu. Ti ke hak, ne s'duhet mu të shimkor. Ja që ajo sonda e blokuar, si kur na zin të rrugën, bre. Ja të shti, na peshon edhe koka dhe kromi. Lere. E fryt kotë punën time. Edhe ju morë të udhën të gjithë për këtu. O, Bato, a je aty? Këtu jam, këtu. Mirë, me hugati atëherë. Ka marrë me të marrë. Po unë sa po u ktheva? Hajde marrë, hajde. Pa kush je ti njërë? Jam nusja jote, Bato. Se shka holla më duket. Po s'do mënd, babush e ynë është. O, babush, unë do të ngrijem. Ani plak me thone, ani plak nuk jam, dhen ma dorën parëzën. More djem, mi thanë gjithë. Ky gati pas ka hanër buke fiq. More Bato, more t'jallë, shejta. More t'jelmë, pa dhe për mu keni në zjarë njërës në kërkojnë. Pa për njërë qanëm, unë edhe mund të metem, kurse ty të pas babushi, do të ngrenë kam për një ditë me landollet. Më i shoqe, për deri sa ke ardhë të të na, kjo do të thotë se ke zanë të më mitësi me ne. Na thuaj si a hodhës të kisë. Një herë tjetër tjetër. Sande, babush. Po, të mirën e kësaj note, do t'a shihnin pranverë kur t'jen marullu. Qnjeri Begjet, sa i mirë kë babushi juaj. Po këta? Kanë dalë për shok që kërkojnë Gjikon. Dhe ndodh shpesh kështu? Noll nga në njëherë, moti të këne ashtë i ashpër. E di se më duket, Begjet, se kur këta njerës japin dhe marrin nga jetë e njëri tjetër. Shkojmë do një kase i lodhur. Jo, nuk jam lodhur. Pufa! Ola manuka! Pufa! Si nuk më në rahat kërkun këj pulishtit dreqit. Po mua mos me thanë që në kur, me emër po nuk e gjeta babushin sante. Shko flia dhe manë, se babushi ka ardhë. Begjet, ti e? Unë jam unë. Po e di unë që të të vitë të qiko e asante. Hajtë natën e mirë, pra! Natën e mirë! Natën e mirë! Ka pas një thyrje poshtë gjurit të kema maj. Dhe tashti nuk i bën kema për rrugë gjatë. Begjet, do të vindi mës mje kja sonte? Luka më tha se pas dreke kish filluar t'i prite oreksi. Qofse nuk është mirë, duhet bëjmë disi dhe të nisem. Më thatë si ishte ai tekniku. Tonika ka mardhir. Ato është më mirë. Edhe plaku Gjiko u kthy. Të më thënë, Tonika nuk ka mardhir për jashtë. Eja, Luk, ti ke temperaturë. Do të marrë edhe pak ujë të ngrohtë në kuzhinë për këmbët. Kjo s'ka hiç rëndësi. Rëndësi ka që ti tani të hash, të pish dhe të pushosh.
Si që shë unë janë të gjitha, kisha marrë dhe për ty, po ti u vonova dhe gjetët e tua filluan të ftoheshin. Që të gjeti kështu, Luk? Ti nuk e bërë ndonjëherë më parë kështu. Po edhe këtu nuk kisha ardhë ndonjëherë. Unë po ngjitem lart në dhomë. Gjitu lartë, dhëti. Të pushosh, të flesh. Të fle. Ullu. Unë nuk jam mësuar të fle ka shpejt. Se kam qindra libra në shtëpi. Se lexoj në frëngjisht, në inglisht. Edhe ai inxhinieru ju dhe lexon. Lexon po si? Hajti lajmë llogarit. Nesër. Më mirë nesër mëngjes. Dorashkët. Eja, Luk. Ti ke nevojë të qetësohesh. Donik. Kur vija me shërbim në zona kaq të thella, gjithë një kthehesha entuziast. Jeta ka ecur. Është bërë më e bukur. Më e mirë. A thuat kem ngelur prapa unë, Donik? Nuk e di pse e njej këtë pikërisht tani. Përballë këtyre njerëzve. Përballë yllit. Tani që kemi ardhur këtej për gjithmonë. Po unë kam dashur që ti t'jesh e lumtur. A do t'jemi të lumtur këtu, Donik? Ku këtu? Ky dyshim është i turpshëm. I turpshëm. Sa vështirë qenë ka të kapërcesh vetën. Dhe më duket se unë isha njeriu më i mirë. Më punëtori, më i ndershmi. Nuk besoja që këto njerëz bëjnë kaq shumë për njëri tjetrin. Që janë në të vërtetë të lumtur. Nuk besoja. Edhe me ty, Donik. Edhe me ty jam sjellur keq. Do të ndihmosh. Si gjithmonë.
Zeki. Hajt, se pëlli mirë i Rukëshin. Si, ti po lëvdon vetën për nërtë familjes, në qofsha bërë i mirë këtur me syush janë bërë. Hajde pura se rrugë e fundit është, hajde. Aha, malore e fort Rukëshin, futi marshin e parë. Nuk mundë më ka ardhë deri këtu. Po ti pritet vi deri këtu he burë. Pas ta i fri hundve se dele keqja për jashta. Am ke thanë vetë dikur, Mark, se nuk është kollajt bërë së ndisti mirë. Prap bolli keq jo, Rukëshin. Qa po i thunë vesh? Po i them se Rukëshini është edhe më këkfort se Musa. Pishkle, Rukëshin, pishkle se unë nuk di. Ja, kështu... Ne do t'ikim. Pastaj këtu do t'hapet minjera. Sha. Çdo rashka. Apo mishet? Si kam për t'i shitur. Po t'pëlqyën? Jo, mërja. Bëra shaka. Edhe ju i do vi prap në ekspedit? Ku ta dish? Vjetë e kërkuar një institut. Kokë smërqi. Tha se shtresimi mineralit është në male. Dhe se ai duhet ta mbaroj këtu studimin. Po ti Luk. Sa vjet kishe në ndërmarrje? 10 vjet. 10 vjet e 8 muaj. Pse qesh? Pas 11 vjetësh, unë do jem 35 vjeç. Vetë kërkove që të qarkullosh? Jo. Pati shok që kërkuan vetë, po unë nuk kërkova. Heu, po kjo pushk? Nelita! Bato, Becet! Me Nelita dhe hajde në shpejt! Po, tek fusha e pishave. Po ju presim pra. Gati! Me kujdes me ta.
Bao më fort. Better mark somebody. A gjithë pas kanë shkua? Heu, Zekia moj! Kush e pas arru që dherë me kafazit? I shkreti zëk. Ashtë mësua me ne i myllë, e nuk del pa në zjarë dikush. E, dinja. Gjithë për edhe ti pas ka ardhë. Më shpejt. Të rriqen i litarin nga e majtë. Lem në mua sa një kartën e shumë. Mirupafshim. Rrugë të mbarë? Gjithë mira. Rrugë të shpejtën e qytetës. Mirupafshim. Faleminderit. Kërjesë e shpejti. Ta nisa i përcollën, babush. Qoj e herë tjetër kur dalish qytetës. Po me tengë, bre. I pata premtua sa i shoqes. Nejse. Ishte burnesh. Të krevat të ta mbart babush. Hajde babush. Krevati. Hajde babush, po gati të mbash fëmijën e të borës. Hajde, qoj. Qoj. Forca, babush, forca. Qoj. Po i gjyqeri e bleu një shtrat në të misë. Mësusja ka lindur binjak. Forca, babush, forca.